krejt berberat janë në luftë. Qa po ndodh me berbera kështu? Kudo që hinë TikTok, Instagram, i sheh berberat të e qitë poshtë një tjetrin. Edhe tash u bo konkurrencë e madhe. Edhe çdo biznes që është i njëjtë me biznesin tënd, i bën që është konkurrencë. Qoftë i dopt ose më i fortë se ti. Edhe shumica thonë s'kam konkurrencë. Po ata që thonë s'kam konkurrencë, besojmë se s'ka çan për tyne. A ka një emër që e ka ndesë që të konkurencën e ju ka bo juve me luftu me njëni tjetrin, me u disirat, se kështë thonë intervist që ka shumë disa mes berberave? Po luftën mas pore ka njësë këj berber i Prishtinës, Riza. Ai ka qitë të nkohen video të i ullë berberët poshtë, jo unë e jo maj forti, maj... Unë e foli për këtë berberët në Kosovë, në Shqipëri. A mendojnë që ajo është një realitet që ndodh në industrinë e juj? Jo. Ata më i me zonë vish një tiktoker, për mendimin tam aja as nuk është berber.